Kur e futi në gojë për herë të parë, nuk ndaloi derisa të... Ai ishte ditari i tij i fshehtë, i mbushur me fjalë që kurrë nuk i guxon të shqiptoj me zë. Ditari i mbajtur në një jashtëk, në një cep të fshehtë të sirtarit që vetëm ai e dinte. Fletët e saj të bardha kishin përthirrur ëndrrat, frikën dhe dëshirën e saj më të errët. Ajo e dinte gjithçka për të mbajtur një sekret të madh që e ngushtonte zemrën e tij çdo ditë, për dashurinë e pamundur që ai kishte për mësuesen e tij të letërsisë, një femër në të 45 me sy që thoshnin histori të pashpallura. Për ankthjen e tij të fshehur, kur babai i tij kishte lënë familjen, ditari ishte i vetmi që e dinte se sa i ulët e ndjente veten dhe sa shpresë kishte akoma në zemër. Por një mbrëmje kur ai erdhi nga shkolla, diti menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Ajri në dhomën e tij ndjehej i ndryshëm. Ndarsi i sirtarit ishte lëvizur, dhe kur hapi sirtarin me duar drithëruese, ditari nuk ishte aty. Zemra i ra në thellësi. Ai vrau nga dhoma, duke kërkuar në çdo cep. Pastaj dëgjoi zërin e vajzës së vogël, motrës së tij 8 vjeçare, Elena, që këndonte me gëzim nga dhoma e saj. "Çfarë bën?" pyeti ai, duke hyrë në dhomën e saj të vogël, të zbukuruar me postera të kafshëve dhe balona me yje. Elena ndaloi së kënduari dhe shikoi me sy të gjerë, të pafajshëm. "Lexoj librin tim të ri", tha ajo, duke treguar drejt një libri të trashë me kopertinë të zejë që s'kishte asnjë ilustrim. Ai u afrua dhe zemra i ndaloi. Ishte ditari i tij. "Ku i gjete këtë?" pyeti ai, duke u përpjekur të mbante zërin e qetë. "Në dhomën tënde. Ishte në një jashtëkun tim, ku ra ndryshe me", tha ajo e habitur. "Fjalët janë shumë të vështira, çdo gjë është shkruar si poezi." Ai ul në krevat, duke u ndjerë sikur toka i tundej poshtë këmbëve. Tani Elena do t'i lexonte të gjitha fjalët e tij, do të dinte për sekretin, për dashurinë e pamundur, për turpin. Elena filloi. Ai zë me zë të thyer. "Kjo nuk është libër për ty, këto janë shkrimet e tua", tha ajo, duke e ndërprer. "Të di që janë të tuat, shkruan shumë bukur, Marko." Ai e pa nga afër. Në sytë e saj nuk kishte gjykim, as tallje, vetëm një kuriozitet të pastër, të pafajshëm. "A i ke lexuar të gjitha?" pyeti ai me një farë frike. Ajo tundi kokën. "Vetëm disa, por pata nevojë për ndihmë, disa fjalë ishin shumë të vështira." "Kë ke kërkuar ndihmë?" pyeti ai, duke imagjinuar tashmë se si motra e tij tregonte mësueses së tij për shkrimet e tij. "Mami", tha ajo thjesht. Marko ndjeu tokën të hapej poshtë. Tani nëna e tij do të dinte gjithçka. "Çfarë tha mami?" pyeti me zë të dobët. "Ajo tha që ti ke një dhunti të veçantë", dhe Elena, duke u buzëqeshur, "dhe më kërkoi që të mos lexoja më derisa ti të më jepje leje. Por a mund ta lexoj, Marko? Të lutem." Ai e pa me sytë e saj të gjerë dhe zemrën e tij e përmalloi. Në vend të ndjenjave të frikës dhe turpit, ndjeu diçka tjetër, një shlirim. Sekreti ishte tashmë i hapur. Dikush tjetër e dinte tashmë, dhe në vend të dënimit ai gjeti pranim. Ai u ul pranë saj dhe hapi ditarin në faqen e parë. "Këtu", tha ai, duke treguar fjalët e para, "kjo është për ditën kur babai na la. Do ta lexoj për ty." Dhe ndërsa fjalët rridhin nga goja e tij, ai ndjeu një peshë të madhe që largohej nga shpatullët e tij. Elena e dëgjoi me vëmendje të plotë dhe kur ai mbaroi, ajo e përqafoi fort. "Ti shkruan shumë bukur", tha ajo përsëri, "dhe nuk duhet të ndihesh keq për mësuesen. Nëna tha që të gjithë kemi dashuri të pasgjidhura." Atë mbrëmje Marko ndjeu për herë të parë se ditari i tij nuk ishte më një sekret i rënd, ishte thjesht një pjesë e tij në duart e tij, apo zëri i tij. E kur Elena e kërkoi të lexonte një faqe tjetër, ai pranoi, sepse ndonjëherë kur i afron fjalët tona më të fshehta dikujt për herë të parë dhe nuk ndalet derisa ato të dalin të gjitha, gjen se në vend të gjykimit pret pranim dhe në vend të turpit pret kuptim. Qatë mbrëmje, ditari Markos nuk mbeti më në një jashtëk. Ai u vendos në raftin e librave, pranë veprave të poezisë që ai i adhuronte, sepse ai mësoi se fjalët tona dhe ato më të errta kanë fuqinë të na lidhin me njerëzit që na duan vërtet.